Po të njëjtën ditë, në ora 17:36 minuta, makinat nisin kthyimin e tyre për në Kosovë. Kolonës Shqipërinë, makina e tipit Sharan, ndërsa pas saj është një furistrad e bardhë. Pamjet të cilat i kemi marrë prej kamerës tjetër të cilën e kemi vendosur në njërin prej lisave që ndodhet para nesh, na tregojnë edhe më qartë se sa shpesh lëvizin këto makina dhe se si janë të ngarkuar me mallra të cilat dyshohet se janë të kontrabanduar. Pra kamera jonë ka qenë në njërin prej lisave këtu e vendosur dhe ka filmu edhe ajo për disa ditë me radhë. Kamera nis zgjerimin me datën 27 nëntor 2025. Makina e parë që filmohet është një makinë e tipit Sharan. Ajo kalon në drejtim të Serbisë në ora 15:08 minuta. Pak minuta më vonë, saktësisht në ora 15:21, një furistrad e tipit Opel nisët drejt Serbisë. Tre minuta më vonë, një vetur tjetër furistrad Opel kalon drejt Serbisë. Në po të njëjtën ditë, në ora 17:36 minuta, makinat nisin kthyimin e tyre për në Kosovë. Kolonës Shqipërinë, makina e tipit Sharan, ndërsa pas saj është një furistrad e bardhë. Makinat të tjera lëvizin me datë 28. Një makinë Sharan nis rrugtimin për në rrugën ilegale. Pas saj, vazhdon një vetur tjetër e tipit Opel. Disa orë më pas, në 19:48 minuta, vetura Sharan kthehet në Kosovë. 10 minuta pas saj, në vend futet makina tjetër e tipit Opel. Në datën tjetër më 30 nëntor, kamerat në mëngjes hasin një makinë tjetër furistrad tek udhton drejt Serbisë. Në ora 16:48 minuta, kamera filmon një kombi tek futet në Kosovë. Pas saj, makinat të tjera dalin në drejtim të Serbisë. Kamera kap 3 makina të kulltojnë në drejtim të kufirit. Disa orë më vonë, furistradat kthehen në Kosovë. Bashkë me to, futet edhe një kombi i cili ka ngjyrë të bardhë. Dita tjetër, data 2 dhjetor. Vazhdon të jetë aktive në orët parafërsisht të njëjta. Në ora 17:03 minuta makina filmohet drejt Serbisë. Fillimisht Opeli, pastaj furistrada e bardhë, dhe sërish furistrada Opel. Dy orë më vonë, makinat kthehen në Kosovë. Pamjet tani shihet se bagazhi
Në 3 dhjetor filmohet edhe lëvizja e 29 drejt kufirit në Serbinë. Me 5 makina lëvizet në ora 17:27 minuta. Dy minuta pas lëvizjes së kolonës, në Kosovë futet një kamion. Pas tij vjen makina Sharan dhe kolona e furistradës së bardhë dhe furistrada Opel. Pra shikus të nderuar, prej rrugës e cila vjen është rrugë jo legale prej kufirit me Serbinë, njerëzit, kontrabandistët mujnë me mbri deri në këtë zonë, e cila tash është duke u punu një rrugë e re. Shikus të nderuar, provat e cilat po arrimin mbledh në këtë zonë na tregojnë që grupi i cili së fundmi ka nisë me marrë rol dhe emër në kontrabandën e veri, përdor disa rrugë për me qarkullu madrat kontrabandë të cilat futen prej Serbisë, e po ashtu madrat e tjera të cilat mund të dërgohen prej Kosovës në drejtim të Serbisë. Pra në këtë zonë, edhe përkundër faktit që ka pas shtim të patrullave të policisë, edhe përkundër faktit që ka një prezencë më të shtume të policisë, pamjet e cilat i kemi ndjek na kanë dëshmu që grupet e krimit organizuar të cilat operojnë veriun e Kosovës, e cilat gjithsesi janë të ndërlidhura në mes të dy etnive, pra janë shqiptar dhe serb të cilët qarkullojnë madra kontraband, arrijnë në vazhdimsi me gjetë alternativa dhe në vazhdimsi po mrrijnë me vazhdu me e zhvillu kontrabandën, qysh po shihet në këtë rast. Prej asaj çka shikus të nderuar kemi pa deri më tani dhe prej përvojës në të kaluamën, normalisht jemi të folë për raste më të pakta të kontrabandës, pra nuk është situata sikur në vitin 2019 apo në vitin 2014, ku janë fut qindra kamion brenda natës, mirë po edhe këto dhëna të cilat kemi mrimi siguru, pra po flasim vetëm për një rrugë dhe po flasim vetëm për një hapësirë e cila është përdorur për kontrabandë dhe futja e 5, 6 apo më shumë makinave brenda një nate apo kombive dhe kamionëve të cilët i kemi pa duke u fut, na tregon që ende kemi një problem serioz me kontrabandën veri i cili duhet me u mjektutje. Tashmë që jemi duke zbrit në pjesën e sigurt, pra ku është duke u punu rruga, dhe po shkojmë në drejtim të policisë të Kosovës për me marrë një qendrim zyrtar, nëse policia e Kosovës e njeh grupin dhe nëse policia e Kosovës do të vazhdojë me hetu këtë grup të rrezikshëm kriminal i cili po operon këtë zonë.